Tani, këtu pikpyetja mbi atë fjalinë e Shqipërisë. Amerikanët, po edhe izraelitët, e dinin se ku ishte në çast rrehimi ishte Ajatollahu. E dinë se çast rrehime janë gjithë, po themi ata që u vranë, se po e shikojmë këtë. E dinë se ku ndodhen fushat, e dinë se ku ndodhen agjendat, e dinë se ku ndodhen komandantë kryesor, ku ndodhen të tjerët. Mendonin që shërbimi inteligjencë shqiptar i dinte këto gjëra? Aq e kemi penetruar ne, domethënë shërbimet e inteligjencës iraniane, pra agjentët shqiptar janë futur aq thellë sa të kenë mundësi që të dinë më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kur thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ne kemi informacione që këto gjëra janë, të dalësh ti dhe të thuash, pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë me qindra mijë njerëz që punojnë në shërbimet e inteligjencës, të dalësh ti edhe të thuash deklaratë që sipas informacioneve që kemi, kjo nuk është e vërtetë. Domethënë informacione që kemi ne kemi informacione nga Shishi apo jo, Shërbimi Informativ Shtetëror. Po mund të krahasohet Shishi me CIA-n, me Mossadin, po themi me NSA-n apo çfarëdo lloj shërbimi inteligjence që kanë akses amerikanët me këtë tonin, por nga çfarëdo lloj drejtimi që ta marrësh, normalisht që jo. Kështu që edhe sikur ti të mos kesh informacion, ti do ta marrësh me seriozitet. Pra nuk mund ta thuash një fjalë të tillë në informacionet që ne kemi. Sepse nuk mund ta thuash këtë gjë edhe në fakti tjetër, që doli ambasadat dhe përgjigjëstroi, ne kemi lajmëruar. Sepse është procedurë standard kur ke informacione që mund të ndodhin gjëra të caktuara, komunikon me